Një zjarr i fuqishëm ka shkaktuar një tragjedi në Hong Kong, ku të paktën 13 persona kanë humbur jetën dhe mbi 15 të tjerë janë plagosur. Flakët kanë përfshirë disa pallate shumëkatëshe të kompleksit rezidencial Wang Fu Court në zonën Tai Po, në pjesën veriore të qytetit. Zjarri nisi pas ditën e së mërkurës dhe u përhap me shpejtësi në disa godina, duke i kthyer 31 katet në një mas me tymë të zi dhe flakë të mëdha. Sipas autoriteteve, 9 persona u gjetën të pajet në vendngjarje, ndërsa 4 të tjerë ndëruan jetë në spital. Zjarri u kategorizua niveli 5 i alarmit, shkolla më e lartë e rrezikut. Mediat lokale raportojnë se disa banor dyshohet të kenë mbetur të bllokuar brenda apartamenteve, ndërsa ekipet e zjarfikësve janë përballur me vështirësi të jashtëzakonshme për shkak të temperaturave shumë të larta dhe rënjes së mbeturinave skelave nga fasadat e godinave. Zëvendës drejtori i shërbimit të zjarfikësve, Chan Derek Armstrong, deklaroi se janë marrë 10 telefonata për ndihmë nga banorët, ndërsa futja brenda ndërtesave ishte jashtëzakonisht e rrezikshme. Skelat dhe copat të strukturës po bien vazhdimisht, duke rrezikuar punonjësit tanë. Temperatura brenda është tepër e lartë, çka i bën thuajse të pamundur ngjitje në katet e sipërme, tha ai. Dëshmitarët shprehen të tmerruar nga ajo që pan. Shpresoj vetëm që të shpëtojnë të gjithë, s'ka rëndësi për pronën, tha një 57 vjeçar, ndërsa të tjerë treguan se tymi përhapej më shpejtësi dhe dëgjoheshin zhurma të forta nga rënja e skelave. 我操，钢建的楼啊！哇，2栋连排插。